Veçanse jemi tek deti, te rëra, përfitimet që marrim nga uji i detit, për ata që e shfrytëzojnë në maksimum ujin e detit. Po ja, pra që themi, det të mbush zemrën, të gjallëron trupin, përmirëson dukshëm qarkullimin e gjakut, pse thashun të ecim në ujin e ftohtë, në mëngjes na ngushton arteriet dhe venat dhe na ndihmon më së miri edhe në luftimin e këtyre variqeve. Po. Pra ecja, sidomos uji i ftohtë i mëngjesit. Plus na ndihmon në largimin e sëmundjeve reumatizmale, sidomos ambienti i ftohtë. Atëherë, po të menaxhohet temperatura, pra rrezatimi diellor në raport edhe me ujin, përfitimet përsëri do të jenë të shumta. Ne humbasim një pjesë të ujit dhe lëkura edhe në kontakt me atë ujin e kripur të detit, sikur humbet ose sheshon ato rrudhat, pra lëkura jone e vëmëre bëhet më butë, më elastike, më fëminore dhe sepse ushqet me ato patjetër, ai ka mikroelement të shumtë aty. Ka njerëz që shkojnë shumë në thellësi, marrin ato ujin në të thellësinë më të madhe që mund të arrijnë dhe e përdorin qoftë edhe për ta konsumuar. Dikur gjyshet na thoshin që lajni ose lagini ato bluzat, kanatierët e fëmijëve se kanë ato kriprat dhe i përdornin për raste të ftohjes. Sidomos kur kanë koll. Po. Pra, kripa e zezë e detit e shoqëruar me pak të verdha vezësh, le të themi për një fëmijë, 2-3 verdha vezësh, 2 luggjelle krip, një t'ja përhapur si mask mbi lëkur, një bluzë me mëllat shkurtra, ja lëm aty tërë natën, ditën tjetër mushkëritë e tij janë të pastra, të shëndetshme. Pra, këto probiotik që gjenden në natyrë, kjo krip që neve e quajmë, nuk ka thjesht natrium edhe klor, edhe ai natriumi haj se i duhet organizmit. Pavarësisht se klori është gryes, po pastron lëkurën, dhe sidomos ne kemi vënë re gjithë ata që janë me psoriazis, që janë me sëmundjen e mykut, e ekzema e kështu, prania e tyre në ujin e detit i ndihmon më së miri. Plus, kur dalin jashtë, si thuash, bëhen 2-3 faktorë pozitiv që bëjnë që sëmundjet e psoriazit dhe të ekzemës të minimizojnë atë efektin e tyre dëmtues.